Të nderuar kolegë, për aq se kemi mbetur, se ministrat kanë punë tjera, po na çojnë, ja kanë hapur rrugën për në Europë, kanë ngelë 2 pllakat e fundit për të shtruar dhe kalojmë hym në Europë. Disim kujtohet kjo punë e Europës, më toni që do na fusi ti. Është një komedi e Fadil Hasës, kur në vitet 2000 kometa Allej do bënte namin, zbritën Europa, zbritën Shqipëri. E thamë, pse gëzoni, tha, se ne këtu në Shqipëri, tha, nuk jemi aq mirë. Që thë për pikërisht për këte kemi ardhur, se jemi 100 vjetë mrapa edhe 50 vjetë anësh. Ne prapa tje kemi ngelur, kemi ecë një 10 vjetë, po prapim e 90 vjetë mrapa, po 50 vjetë anësh nuk kemi lujt nga vendi farene. Se jemi se e valje që 3 hapa para dhe 2 mrapa votoni. Dhe ti thua që me reformat ne kemi bërë do vend, po cile reforma? Do të fillosh nga reforma në drejtësi, po. Ty të vjen të talë Gjevahiret, kryetari kolegjes në komision të ligjeve. I këti toni. Të talë Gjevahiret të thot, e kemi ullën e thot me 16 dit, bet logun. Shikon në robi se s'po kupton, ore si ullë kjo dosje, mullari dosje me 16 dit. Nga 16 vjetë, tha, kemi ullë 16 dit. Hape videon, jepja Europës ti, ta shikoj që ne kemi ullë nga 16 vjetë, 16 dit. E thresim atë të KLP-s, ajo s'ka Gjevahire, po e prapë tha, i tha shokut toni, se në atë kohë ishte këtu, tha, harta teritoriale o t'i zonjë janë bërmullarë, zdigje një 3 vjetë kanë kaluar, kemi kohë dhe 2 vjetë tjera, do t'a diskutojmë dhe do t'a shohim. Po si do veshti në Europë, kur ti e ke sistemin e drejtësisë cop, po kjo është shumë e madhe. Në kujtojt në Europë, po të këtjap një fragment nga Europa, unë kur ne ikëm në Komision të Ligjeve në Bundestag dhe kishim një tjetër kryetare, s'kishim shokun Ulsi, kishim shoqen Bushka në atë kohë. Dhe unë si euroskeptik që më cilësoj shokut toni, i thash, kemi ca vite që jemi pa gjykat kushtetuese. Mi po pastroj syzet dhe tha, ore nuk po shof, mi po nuk po gjojna veshët, edhe shoqja Bushka i tha, jo, s'është e vërtet. Godina gjykatës kushtetuese atjeshtë, s'kemi gjyqtar, tha, se gatrohet kjo euroskeptiku. Pra ne s'kishim gjyqtar të gjykatës kushtetuese, po ama kosheren atje kishim olësi. Dhe ky do hynë në Europë. Ku do hynë në Europë jo? Ne akoma diskutojmë gjykatë kushtetuese, erdhen, vajten, hangën bukë, shnu ditën e punës e bën pushim dhe sot për ballukun. Ne kemi gjykatë kushtetuese. Ku gjykatë kushtetuese? Është mbledh 6 merr do të vendim. Ti do hysh në Europë. Si do hyke në Europë ti? Jo, nuk hyet në Europë kështu. Se ti nuk e di që në Europë nuk qas pa drita dhe ujë. E di ti po? Jo, s'ka prap. Ja ta shpjegoj unë ti dritën e Lushnjës. Se nga tope stafkulla nga shtëpia ime dhe deri në kthes qemës së ti zotëri, sa e që bie i vetësia ose ja fut njerë ande nga Italia i ikin dritat. Çudi trisht. Edhe e diku që shironia fatet tje, sa ti kishit drejtu si atë to shëhes, a i thoshte, kosha plerash, ju shtrojun dush, që doni, ju lulishte, ju bëjun gjitha, drita mos kërkoni. Jo, drita, jo, se nuk bëhet do t'investimi. Është gjunava atje, nuk kalon do 20 kilovolts. Ne jemi akoma me qenef të fiku, toni do ikin në Europë. Ku do vem në Europë me qenef të fiku? Nëse gjem do të se s'ka dritat, haj qeni. Do hyshti me ujë. Ore, ku do veni ju pa ujë? Atje vajdu bëm muti kavalet në Vlorë. Qa bani? Ku do veni ju me ujë? Ku? Ku do hyni pas 5 ditë? Mi që fillon morrat krujnë koko që kujtu që s'ka ujë. Po si do veni ju me ujë kur të fjerë, zjarëfisët e Lushnjës qonin ujë për të pirë? Si do veni ju? Ku do veni në Europë ju? Para s'ka si ujë. Zjarëfisët e Lushnjës na do ujë për të pirë, për të bërë gjellën. Ju do hyni në Europë. Si do hyni në Europë ju? Si do hyni në Europë ju? Pra pa e diti që kanë majtë ato branda do zjarëfisës të toni? Më fjerë, këtu në gjitu. A ka në një për ju sfidë që përdor atë që ne paguajmë si ujë të pishëm, jo për të pirë, se për të pirë nuk diskutohet që jo, po për të hedhur gjellës që ta zgjemi në atë gatë. Ka në një nga ju? Se në Lushnjë dhe ata që janë më fukaren, detyrohen të blejtë ato botët e ujtë. Kush pi uj
ujë nga qesma. Ti do hysh në Europë. Si që Europë që ka kjo që të pa ujë në? Ku do vem? Ne s'kemi ujë për që nefa do vem në Europë. Si e hyke në Europë? A e thotë reforma në shëndetësi. A tjetër pediatria lushët të vesh më mrellë. Se qarë bje jashtë të mrena. Lere i laqës, nuk diskutojt i laqës. Qa i laqës? Shko të onkologjiku. Alvem të onkologjiku, kanë nga i mu i laqët. Ja ka shkujt gazetarë gjithë. Shko shikoni onkologjikun. Registrohesh do të pa mikë në spital, ku? Qysh? Shko për rezonansë, do të 8 muj. Në mos ja heqim fitilin vetë. Dhe ju do thoni do hymë në Europë. Si ju ka në Europë shu? Nga do veme në Europë? Sistemi arsimit. I keni parë që bëhet në për shkollat tona? Se foli shoqja Manastir Liu, me që a realizoj, ka të fala me që se dojt i qërët fala nga gjagji doktori, po pasa ikur, se të pëse s'po del me në televizor të nga tregosh arritjet e tuja. Ku janë këto reformat në arsim? Po një fakultetet po mbyllen, shkollat po mbyllen, ne kemi 5 klasë me klasë akoma, ne do hymë Europë. Që Europë do hymë ne? Klasa dhe shkollat që mbyllen. Ne do hymë në Europë. Si do hymë në Europë? Ju thoni po na vim fonde se konkurrojnë denjësisht me ca shtete tjera. Si konkurrojnë denjësisht me ato fondet i parë që i vollën, që ikën për ndërtur Zoja Horën? Që s'ngeli oligark pa marë, se edhe të specët futën hundët, se s'u ngopën me ndërtime me kulla. Si do hymë në Europë ne? Ku do hymë në Europë ne? Kur te familje beqe që i vodhi gjitha, si do hymë në Europë ne? Fondet e BE-s është në burg pra për fondet e BE-s, ku do hymë ju në Europë? Do hymë në Europë. Që Europë është kjo? Po si do hymë në Europë që aksit gjitha të fondet që prit prapi blokoj investimet për teknologji në aksje, Karçana vazhdon në shtëpia, se ne nuk ja heqim prap shtëpi nga puna ata, se nuk pagunë qiranë e shtëpisë, se ishte shtëpi me qira. O zot, 10 milion euro një firmë që objekte vimtarisë të saj e ka shitje çokoladash. Edhe ka marrë database atan, ajo i ka pastruar, i ka shplar. Kur objekti vimtarisë nuk e përcakton një gjë të tillë. 10 milion euro. Por ku do hymë në Europë ne? Kështu do hymë në Europë ne? Po syet pra kështu në Europë, nuk hyet. Se ke parti e ullësi, shfryë sa dushti, se kështu shfryën dhe ata në Libra, 7 orë se ra rruga. Kështu shfryën dhe ata, jabën dhe ata, se 7 orë s'po vinë dhe asi dungë fungë. Ha pra, kështu do ishë në Europi? Ra prapë sot ati dërmija ti tjetëri. I ra rruga prapë sot dërmija. Ore, si ka mundësi që bjen këto rrugët, ka shpejt gjitha. Ju asfati s'po ndihmon në arbur. E pra, ja kështu. Se punon të e ati lartë, edhe hithë të poshtë, rrinë ata poshtë statorë, gjatë vogla burë, s'ka si gjithë keqe. Ti do hysh në Europë. Nuk hyet në Europë me bregrisat ta thash, sepse do t'i tregosh Europës, me përfaqësuesi që keni sot ministre, tregojnë foton atë hershme dhe foton tanishme. Pse s'janë bërë gjithë shqiptarë që ajo, ballafaqimi? Ha pra, pse s'bën gjithë shqiptarë që kanë gati për në Europë? Kështu që ëndra europiane ulësi për mua që jam euroskeptik, si pas se ti në komision duhet ngresh pak zërin ulësise, më cilësoj euroskeptik toni. Dung fungë të treguan e që më ledh plerat, se me ata dhe a ishte shërbim të zgjedhjeve kësaj me dung fungë. E kupto ku keni arritur? Aq keni një makineri, e ngarkut nga Tiranë, e kërkut 700 milion firmave të veja atje të hapi rrugën. Ja, kjo është emergjenca. Se vete për fik zjarrin atje vjen me kova me ujë. Është turp.